Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Në fakt jam duke thënë disa ditë pak video më amatore, por nuk dua të qëndroj larg jush, nuk dua të mos e jap komentin tim, mendimin tim rreth ngjarjeve, situatave apo projekteve më të fundit që po nxjerrin artistët shqiptar. Kur flas artistët shqiptar, është në tërësi, por fatmirësisht apo fatkeqësisht për artistët e tjerë në këtë kohën e fundit, sidomos pas përfundimit të Big Brother, Egli dhe Gjesti janë në një qendër të vëmendjes, do të thënë janë në qendër të diskutimit, janë në qendër të komentimit, janë në qendër të analizës të asaj se çfarë ata bëjnë, se si ata veprojnë dhe çfarë po ndodh me projektet e tyre. Nata është një projekt i ri që u premtua në emisionin Kanape nga Egli Tako që do të vinte së shpejti. Në fakt Egli nuk është se i zbërtheu emrin se si do quhej kënga e re, por Nata quhet kënga e re. Duket që është një këngë e cila ka një ritëm. Është një këngë verore, me patjetër që është një këngë dashurie. Tani unë e di që të gjithë do me thënë këtë fenomenin e kësaj këngës do t'ja kushtojnë Gjestit, do me thënë duke thënë që Egli këtë këngën e ka bërë për Gjestin, Egli këtë këngën e vazhdon për Gjestin, por që do ketë pak grimca, që do merren pak nga natën e mirë në Nata, me patjetër që po. Me patjetër që po. Tani Egli dhe Gjesti kështu funksionojnë. Do me thënë, kjo ishte forma e tyre e marketingut për të qëndruar në skenë. Nata mu duk një këngë shumë e bukur. Nuk dyshoj në SBS-in, sepse SBS-i tani jo të gjithë mund t'jeni të këtij mendimit, por ka sjell këngë të bukura, ka sjell projekte interesante, ka sjell projekte fantastike, dhe në këtë rast e ka sjell shumë bukur edhe projektin e ri të Eglit. Është një projekt i zëshëm, nga kjo që ne po shohim shumë pak, do me thënë, duket që do t'jetë një klip shumë interesant. Kjo pjesa ishte e xhiruar tek BMW-ja, të cilën e komentuam ditën e djeshme, që do me thënë të gjithë më e dinë që është BMW-ja e Gjestit, me atë të cilën Egli vozitet në Kosovë. Do me thënë është diçka shumë e bukur, është diçka fantastike, ka shumë moment të bukur në këngën, ka shumë imagjinat në këngën, dhe mua në fakt më pëlqeu, sepse unë nuk e kam dëgjuar kur Eglin të këndon në këtë lloj stilin, por Eglit i duheshte një këngë për diskoteka, për mbrëmje. Edhe pse Egli nuk është se ka patur mbrëmje më, që nga momenti Big Brotherit nuk është se është shfaqur në ndonjë koncert apo në ndonjë mbrëmje rinore, tashmë që është vera kur të gjithë artistët këndojnë, siç duket Egli akoma nuk është gati që të ngjitet në skenë, sepse ndoshta nuk ka një repertuar të mbushur të gjërave të cilat ajo mund t'i sjellën. Por Nata është një këngë shumë e bukur. Unë e di që do të jetë një këngë që do të mbërthejë zemrat e publikut shqiptar. Nuk ka një datë të caktuar, sepse shikoja shumë komente që shkruajnë se e nxjerrin në këtë datën apo në atë datën. Nuk ka një datë të caktuar, nuk ka një orë të caktuar, por thjesht do me thënë ka një moment në të cilin Egli do të e ka postuar një coming soon që është shumë i bukur. Egli ndodhet në Tiranë sot, sepse ka nxjerrë një video tjetër që do me thënë po rregullonte vetullat, dhe zakonisht vetullat Egli ka rregulluar në Tiranë, po punon me shumë intensitet, po punon me shumë vëmendje, zëri mu duk shumë i bukur, do me thënë ato të cilët e kanë bërë këngën, nëse flasim pak për detajet, ishte shumë të tërhiqte në shpirtë, jo të gjithë artistët e kanë këtë fenomenin, por tek Egli këtë radhë kuptova një zë që vërtet ta qetësonte zemrën, ta qetësonte shpirtin. Do me thënë, kjo është Nata. Një projekt i cili vjen me shumë energji të bukur, i cili vjen me shumë energji pozitive dhe i cili vjen me shumë dashuri tek publiku. Për klipin, nëse do më pyesin nëpër komente se çfarë klipi mund t'jetë, besoj që do t'jetë një klip mix. Do me thënë do t'ketë ngjyra, sepse ngjyrat janë simbolika e kësaj kënge, dhe pse është Nata,
Do t'jetë në mbrëmje klipi, me patjetër që po do t'jetë një mbrëmje me ngjyra, do me thënë një pasdite që kapën mes ditës edhe natës. Do t'jetë një klip që do të përmban energji verore, sepse vetë është kënga ashtu, nuk mund të përmban energji të qetë, sepse kënga ishte me ritëm, por janë këto stilet e këngëve tani që dalin, do me thënë këngë me ritëm, por tekstin e kanë dashuri, e kanë melodi, e kanë emocion. Dhe realisht, tek ky projekt, unë pash shumë emocion. Tani, unë e di që nga ky projekti ne do të gjejmë 2-3 thumba të Eglit që ndoshta i ka për dikë, vetëm nata është natën e mirë, ndoshta nëpërmjet kësaj këngë ajo do të thumbon të gjitha ato që e lënduan Eglin, që e ja pren rrugën, që do me thënë e dogjën në karrierë, sepse Egli pati probleme me profesionin e saj. Do të shohim se në çfarë forme do të vi kjo këngë. Por si këngë, ishte shumë këngë e bukur dhe në tekstet e Eglit zakonisht të gjithë e kanë gjetur veten. Egli nuk ka dhënë detaje se kush e ka shkruar këtë tekst, në qoftë se do t'jetë Fifi, do t'ishte një çudi shumë e madhe, atëherë shqiptarët ndjekësi do të futeshin në mendime të ndryshme, domethënë shoqëria e tyre au shkatërua, apo ishte thjesht kot një gjë që ato e bën për të marrë vëmendje. Nuk ka një detaj të tillë se kush e ka shkruar këtë këngën. Do të presim çdo sekond, çdo minutë për të na dhënë detajet, domethënë gjërat na japin në detaje, por gjithsesi duket që është një projekt i cili do të na mbërthen të gjithëve për ekrani. Tek fytyra e Eglit pa shumë lumturi, pa shumë pozitivitet, pa shumë energji të bukur, domethënë një lumturi që sot tek rrallë vajza e shikon, një energji që sot tek rrallë vajza e shikon, domethënë shumë pozitive, shumë e dashur. Dhe kjo më pëlqeu pafund, kjo më dha një dritë të bukur të dashurisë, të emocionit dhe të pozitivitetit që në fakt Egli transmetoi. Ne do ta presim këtë këngë të vijë së shpejti në kanalin Zyrtar të Eglit, me patjetër në YouTube. Do ta komentojmë dhe detajet, por në fillim unë doja thjesht ta komentoj si një projekt i cili, siç duket, do të tërheqë shumë shqiptarë, sepse i ka tërhequr prej sonte, në faqen, në story, domethënë, dhe në faqen ku Egli e ka nxjerrë këtë këngën, po bëhet nami me komente, duan të dinë më shumë, a është një bashkëpunim, e patjetër që është bashkëpunim, nuk është këngë solo, është kënga me Lumi B, që Egli e paralajmëroi, domethënë në kanape, por do t'i ndjekim më në vazhdim detajet për të kuptuar se çfarë projekti sjellën Egli, por që ka romancë brenda kësaj këngë, më besoni që ka romancë, sepse tani po lidh me ca fotografi që unë kam parë, më thënë lidhen me këtë gjën e madhe që po ndodhen. Të gjithë sy e vesh të presim dhe të shohim se çfarë do të na sjellën Eglushi jon. Ju përshëndes.